Në kryqëzimin e rrugëve Mark Malota dhe Papa Klementi, qytetarët po përballen çdo ditë me vështirësi në qarkullim, si pasojë mungesës së sinjalistikës rrugore. Ndonse në këtë pjesë më parë kanë qenë të vendosura shenjat e komunikacionit, ato tashmë janë larguar ose janë dëmtuar, duke krijuar paqartësi për drejtuesit e automjeteve. Pas disa ankesave të pranuara në redaksinë e televizionit Syri, ekipi ndoli në terren për të parë nga afër situatën. Ajo që vëret ishte kolona krijuar e komunikacionit, ku shumë drejtues mjetësh nuk respektojnë rregullin e krahut të djathtë, ndërsa të tjerë mbetën të paqartë se kush ka përparësi në këtë kryqëzim. Gjatë qëndrimit në terren, biseduam edhe me qytetarin Lush Gjokaj, i cili kalon çdo ditë në këtë rrugë. Ai thotë se mungesa e sinjalistikës ka krijuar pasiguri dhe rrezik të vazhdueshëm për aksidente. Që ky kryqëzim që gjendemi sësh, është shumë i rrezikshëm. Nuk ka shenja, nuk ka zebra, ju thoni zebra, ju kërkoj falje, na i thojmë Fußgang Streife, se unë jam në Zvicër, nuk jam, domethënë, po jam shqiptar. Edhe më merr mendje si shumë ka rreziqe të mëdha, nuk i kam përjetuar, po kanë thonë si bojnë ndeshja. Unë si mas miri, çdo njëri, nëse është shenja stop, duhet mu ndal, me dhonë përparësi kraj djathtë, kryqëzimet, sidomos shenjat e komunikacionit me konë rregull. Tu, unë saj përket saj, unë s'di shka me thonë, vjen keq për njerëz që nuk japin njëri tjetrit përparësi. Po dhe nëse është për shembull puna, duhet me prit më vëlla, duhet me pas pak që me thonë, me prit njerëzit, nuk bëhet nami ja yt që përshkruaj. Banorët dhe pjesëmarrësit në komunikacion kërkojnë nga organet kompetente që të ndërmarrin masa urgjente për vendosjen e sinjalistikës së nevojshme rrugore në këtë kryqëzim, me qëllim të rritjes së sigurisë dhe shmangjes së aksidenteve të mundshme.